Dashuria ndaj të vërtetës. Muslimani asnjëherë nuk nguron që publikisht të flasë të vërtetën dhe ta paraqesë haptazi mendimin e tij, pa marrë parasysh pasojat që rrjedhin nga kjo. Muhamedi a.s. thot: "Askën prej jush mos ta ndaloj frika prej të tjerëve që ta thotë të vërtetën nëse e di." Gjithmonë, muslimani duhet të jetë i drejtë, madje edhe në qoftë në dëm të vestit. Në Kur'an thuhet: "O ju që besuat, vazhdimisht të jeni dëshmues të drejtë për hir të Allahut, edhe nëse është kundër vetes suaj, kundër prindve ose kundër të afërmve, le të jetë ai pasanik ose varfanjak, pse Allahu di më mirë për ta. Mos ndiqni pra emocionin e t'i shmangeni drejtësisë. Nëse shtrembroni ose tërhiqeni, Allahu hollësisht e di çka punoni." Surja Nisa, ajeti 135. Me këtë shpjegohet dukuria se muslimanët në kohën e parë pra të Islamit kanë pasur aq fuqi sa që e kanë folur haptazi të vërtetën, kanë qenë të sinqertë me vetveten dhe për interes të drejtësisë kanë dëshmuar në dëm të vetin. Kjo është fuqi morale e cila ka krijuar një qëndrueshmëri fantastike të muslimanëve të parë kur u janë ekspozuar vështirësive të shumta. Kur muslimani lejon t'i dobësohet imani, kur i jepet pas kënaqësive, kur fillon të tradhtojë dhe kur e humb karakterin me të cilin e dalloi Allahu xhaleshanuhu, në zemër i shuhet zjarri i imanit dhe i dobësohet zëri i besimit. Zemra e tij sëmuret kurse fuqia i thyhet. Prandaj, besimtari duhet të ketë dashuri ndaj të vërtetës, të flasë vetëm të vërtetën dhe të punojë që e vërteta të triumfojë. E ku ka më të vërtetë se fjala e Allahut xhaleshanuhu që na mëson ta duam atdheun, që na mëson ta duam nënën dhe babain, ta duam fisin dhe farafisin dhe tokën tonë ku kemi lindur. Andaj, kjo është dashuria ndaj të vërtetës, që ne të mos i mohojmë të mirat që Zoti na i ka dhënë në tokën tonë, në atdheun tonë, që ne të kontribojmë në rritjen e brezave duke i edukuar ata me shkencë, edukim, besim dhe atë dashuri. Mbi të gjitha, pra të jetë një shkencëtar i mirë, por të jetë dhe besimtar, në mënyrë që shkencën e tij ta përdorë për të mirën e bashkëkombësve të tij, dhe të flasë gjuhën e bukur shqipe dhe ta dojë atdheun e tij dhe të punojë që të zhvillohet vendi i tij në çdo aspekt. Kjo është dashuria ndaj të vërtetës, sepse Zoti i krijoi kombet, popujt që të njihen mes veti, por mbi të gjitha ta duan vendin e tyre.